Mirë, jemi sërish në maratonën zgjedhore. Këtë radhë me mua në studio më është bashkuar Alesia Balliu. Faleminderit, është kënaqësi të kem në këtë bisedë për të analizuar post zgjedhjeve. Faleminderit. Faleminderit. Rezultatet po ndryshojnë, avetimet vinë nga momenti në moment. Komenti i parë që duhet të marrë 83 shkon Partia Socialiste, zbret PD-ja në 50, ndërkohë merr një mandat të dytë në Tiranë Mundësia. Më thuaj pak, kanë qenë afër projeksioneve të tua? Se di që ke hedhur disa baste publike më herët. Po. Projeksioni im ka dalë për sharkun që unë aderova dhe punova dhe që nuk më vlerësua kontributi që ishte sharku Elbasanit. Parashikimi ishte i saktë, doli 14, sa që kisha parashikuar dhe thënë edhe më herët, më bëhet shefi që Partia Mundësia parrin të marri mandatin e dytë pasi ky parlament ka nevojë për risi, ka nevojë për rini, ka nevojë për ideal, ka nevojë për intelektual. Pjesa e 83 mandateve të Ramës, si e lexoj unë, është një shuplak që jepet Sali Berishës dhe leadershipit vjetër, që unë jam lodhur duke ripërsëritur që 4 herë janë mundur dhe populli ka thënë jo, dhe ky sjell në të 5-ën herë për t'i ringjallur dhe për t'ia imponuar. Por qytetaria shqiptare ka vendosur që duke i dhënë Ramës 83 mandate, me këtë shuplak të madhe që i ka dhënë një mesazh që do një opozit re, do një opozit fort dhe do që nga 95-a deri tani që jemi në 2025-ën, të njëjtët individ, sidomos flasin për listën e Tiranës, që ke Berishën, Albana Vokshin, Flamur Nokën, njerëzit më të rryer në Shqipëri, Fari Balliun, Edi Palokën. Këto individ, populli ka thënë disa herë jo, nuk kishin si të bëheshe rotacioni me këto individ. Rotacioni gjithmonë do vinte nga figurat e reja. Pastaj kanë qenë dhe faktorë dhe elementë të tjerë që e kanë sjellur humbjen e Partisë Demokratike, që ka qenë mungesa e garës, mungesa e meritokracisë, rënja ndeshje çka thonin me çka bënim, por mbi të gjitha dua të theksoj diçka dhe një mesazh shumë të keq që dha në këtë fushat Partia Demokratike. Mesazhi që dha që nga qarku Dibër, që te qarku Lezhë, që te qarku Korçë dhe u përfundua me dhunën e ushtruar nga incidenti që ndodhi me djalin e zotit Boçin Elbasan, janë 4 raste dhune që këto në vend të jepnin në publikut, popullit një alternativë për qeverisur, vend të merreshin duke bërë takimet shumëta për të bindur që këto të ishin një alternativë re, një alternative re për qeverisje, jo, këto kishin thonin ne kemi programin më të mirë, po të lexoja më e zonjë programin e Shqipëria bëhet ishe shumë i mirë. Çdo parti kishte program. Qytetarët nuk kanë votuar për program. Po nuk ishte problemi programi, këtë po them, programin e kishte shumë të mirë Partia Mundësia, Partia Shqipëria bëhet, çdo parti ka pasur një program që thuash ti nuk gjej më ne si ky program, por ishin individët, kush do na përfaqësojnë ne në parlament, se ti nuk ke ekip. Ti ke një ekip i cili ka kapitulluar koha e tyre politike, dhe kur ka kapitulluar koha e tyre politike, ti i vendos ato me plan për të humbur, me plan për të mbajtur opozitën dhe interesat personale të familjes Berisha. Qartë, e dëgjove sot, besoj, zotin Berisha, në deklaratën e tretë që ka dalë publikisht. Nuk do të ketë një tërheqje të tij. Ka një muaj që e kanë thënë këtë që do na vjedhin zgjedhjet, nuk është habi. Mendon që ishin të vjedhura zgjedhjet apo të humbura? Si është perceptimi? Tani, nëse diçka vjedhet është kur është një rezultat i ngushtë dhe mund ta pranojmë atëre si ka qenë, më lër të kujtoj garën, mos gaboj Basha Rama që ka qenë 10 vota, 150 vota, diçka e tillë, mos gaboj me shifrën, po për Tiranën për bashkim, po. Mos gaboj për bashkim dhe aty mund të kesh një aludim që këtu po vidhen kur është një rezultat i ngushtë, por ti kur ke një rezultat kaq masiv dhe kur populli ty të refuzon, do të thotë që ty nuk të do populli shqiptar, sepse ti ke dhunën si program fushatës tënde, që e ke transmetuar. Ishte e turpsh me një deputet të ushtron të dhunë tek një person i cili ishte shofer kamioni. Dhe çfarë ndodhi? Ju e pa tek votat, ishte hera e parë që bastioni i djathtë mund në Korçë. Do thua ti pse ndikoja video, po pa tjetër, Devol.
Devolli humbi për ka festuar majtas Po këtë vit, ka festuar majtas se i dha shuplak dhunës, që u shtrua një ditë për para, sepse kush do qofë shti, duhet ish njëri mbi të gjitha, pastaj e deputet. E qartë. Mirë, të ndërpres vetëm për pak qaste. Alesia, vetëm për të pasur një komunikim të drejt për drejt me Francinorin, nuk e di nëse është në KZAZ ku po bëhet numërimi, po të lutem regjia sa po ta ketë gati të më njoftoj, sepse ata kanë depozituar sot Partia Demokratike edhe një kërkesë urgjente për vënien dispozicion të kamerave të disa QV-ve dhe KZAZ-ve numër 40 në Tiranë, por do të na japi disa detaje lidhur me këtë kërkesë që ka bërë në mënyrë të urgjente Partia Demokratike, por edhe për situatën me Kasin sot, i cili ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për të pasur një diferencim të votave të Greqisë, sepse dhe kjo mbetet një nga çështjet që po duket që e ka mbajtur disi më të zvarritur procesin e numërimit të diasporës. Po, ndërkohë, a duhet të largohet zoti Berisha sipas statutit të miratuar dhe kaq shumë të trumbetuar kur shigjetuan edhe e vunë në giotin zotin Basha për të dhënë dorëheqjen, dhe tashmë duhet të bëjë të njëjtën gjë zoti Berisha? Pas statut fare duhet respektuar masa, populli. Popullit refuzojnë mënyrë të dytë në ndeshjen tënde me Ramën dhe dha 1 milion shuplaka. Ti nuk ketë çfarë kërkon më aty, ti po mbam peng opozitën e një vendit. Je ti shkaktari kryesor që Rama sot është në pushtet. Je ti shkaktari kryesor i cili refuzove të vijë një gjenerat re, por vajte me besnikët e tu vetëm për të mbrojtur interesat e familjes tënde. Je ti shkaktari kryesor i cili $6 milion i paguan për interesin personal, për të hequr damkën e zezë që ketë emrit tënd, dhe ndërkohë strukturave të partisë dhe kryetarëve të grup seksionit nuk kishin lek të jepnin individëve as kafe. Si e shpjegon këtë? Këtu jemi për interesin e popullit, për interesin partijak, apo jemi për interesin personal? Se çdo parti kur hyn ngar hyn për të fituar. Sali Berisha hyri për të humbur. Dhe humbi siç e meritoi, në një rezultat shumë të thellë. E qartë. Mirë, të lutem bëni me dije regjia nëse do ta kem Francin Nurin. Okej, do ta kemi gati. Diaspora, po duket që jep edhe një vot më shumë mazhorancës. Çfarë projeksione shke, Alesia, në lidhur me votën? Mund të thellohet edhe më shumë? Unë mendoj që në Gjirokastër, po, kam pasur një kështu përpara, 2 ditë para zgjedhjeve kanë që mendoja që dilte 4-0, dhe mendoj uroj që vota e diasporës ta ndryshoj Gjirokastrën për një arsye të vetme, sepse ka ardhur koha që individët e vjetër t'japin leksione individëve të rinj politik. Kurse tani zoti i cili është drejtues politik i Gjirokastër duhet marrë një shuplak, që politika e vjetër nuk duhet të shndroj më, por duhet i lëj radhën individëve të rinj, jo të jetë më e kalbur. Dhe prandaj u mendoj që do ta marri 4-0 Gjirokastrën. 4-0 Gjirokastër, ndërkohë shoh rezultatet që vijnë nga Lezhë. Nuk e di nëse vota e diasporës mund të ndikoj. Në vot nominale 29.691 për Partinë Socialiste, 46% ka votuar diaspora për Partinë Socialiste. Në total, duke bërë një kalkulimet të votës fizike këtu në vend 42.5%, 3 mandate, do të shohim nëse mund të ketë një përmbysje, sepse jemi ngusht 31.162, ka një diferencë 1.000 pak vota, nëse mund të ketë një ripërmbysje, le të themi, sepse deri para pak orësh ka qenë përpara Partia Socialiste, por është bërë invers numri i mandateve. Është interesante për ta ndjekur, por edhe Tiranën me Partinë Mundësia dhe Fierin nëse për Partinë Socialiste dhe Adriatik Lapaj nëse do ketë ndonjë këmbim të mandateve. Jemi sy e vesh për të parë edhe të dhënat që vinë të përditësuara në ngutit e fundit të diasporës. Por efektit diaspor ka qenë përmes një vendimarja apo urdhri që zoti Noka deklaroi përpara grupeve të numërimit që nuk duhet t'i preknin votat e diasporës, të cilat vinin nga Greqia. Ka pasur shumë arsyetime, sot në Komision Qendror të Zgjedhjeve kanë shtruar disa nga parashtresat e tyre. Mendon që është kjo zgjidhje e duhur, vota është gjithsesi atje, nëse është e Greqisë apo është e Afrikës, vota është e dokumentuar në zarf. Çfarë diferencë do të bënte përveç zvarritjes? Zvarritja është gjithmonë një mjeshtëri e individëve që nuk pranojnë do të humbjen.
dhe e din që humbjan ato kuti është e thellë dhe refuzojnë ta pranojnë. Dhe duke refuzuar ta pranojnë, kërkojnë thjesht ta zvarrisin, ta çojnë në agoni, duke pretenduar që ka parregullsi. Është një këngë që Partia Demokratike ka vite që e këndon, na vodhën, sa që janë bërë aq qesharak për publikun, sa që sot që flasim nuk janë më të besueshëm, nuk janë më kredibël. Janë thjesht disa humbsa që duan të shtyjnë agoninë e tyre dhe zoti Noka duhet jetë jashtë politikës. E qartë, mirë. Ja, të shkojmë pak me Franci Nurin për të mësuar më shumë detaje në lidhje me kërkesat që ka pasur opozita. I ka legjitimuar sot në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve edhe Marash Logu. Do doja me ndihmën e regjisë ta kisha edhe vizualisht. Atëherë, zoti Nuri, mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se i bashkohesh maratonës zgjedhore për sonte. Mirëmbrëma Marcela, faleminderit. Mirëmbrëma. Të lutem shkurtimisht se e di që je dhe shumë i ngarkuar, do doja të pyesja për 2 pika kryesore. Një është gjithë situata që ka ndodhur me votën e diasporës, sidomos me Greqinë. Ka kërkuar zoti Noka të diferencohet, më pas ju keni bërë dhe një kërkesë, Celibashi shkurtimisht po e bëjmë një përmbledhje, ka pranuar që të ketë një diferencim me votën e tjetër pra të diasporës. Pse kjo kërkes? A keni frikë nga kjo vot e Greqisë që vjen, që është e futur brenda zarfit, dhe çfarë do të bëni pasi Kasi sot e rrëzoi këtë kërkesë dhe do të vazhdojë numërimi i njëkohshëm? Atëherë, për t'ju shpjeguar, pashi ai që ka marrë vendim jo për Greqinë, ka marrë vendim për në territorin gjitha vota, të cilat mund të kontestohen. Po? Mirë të lieshin ka marrë urdhër zotit Celibashi. Duhet asaj për në tërësi, për gjithë patjetër që Franc, të lutem, vetëm mundohu të afrohesh pak më shumë ose me audion që të mund të dëgjojmë sepse nuk të dëgjojmë shumë mirë. Po, që t'jemi të kuptueshëm. Po shpjegoj. Numëruesit e Partisë Demokratike procesit numërimit kërkojnë votin. Ndërkohë, fakti dhe Partisë që të bllokonin numërimin dhe thuan që të kontestonin pati dhe ato konflikte të i pat dhe i transmetuar. Po? Kjo që me mirë kullat, që të votët e qitë të kështë me njanë. Dhe zoti Celibashi gjatë në maj, tori ato të dhe këtë udhëzim u kontestuar në KQZ. Po. Sot, në datë maj, ka pas informacion. Kemi një problem me audion, nuk e dëgjoj shumë, të dëgjoj me shkëputje. Nëse mund të shohim pak regjia, të lutem, mbase është edhe interneti aty ku je Francis, sepse nuk më vjen shumë i qartë zëri, dhe do doja që të kisha qartësisht në gjithë bisedën që po bëm. Po? Nuk ju dëgjova. Po, unë tani të dëgjoj shumë mirë. Okej. Mund të vazhdosh, vetëm afro pak të lutem. Rënë dieni të faktit që Kasi në KQZ e ka rrëzuar dhe ka hedhur poshtë me shumicë votash vendimin, urdhrin e Celibashit. Po. Ndaj këtij vendimi, sapo neve të na përcillet i zbardhur, do të ankimohemi në kolegjin zgjedhor. Okej. Kjo është udhëzimi që dhe porosia që kemi në këtë proces. Po ndërkohë votat ke dieni të diasporës po numërojnë apo janë ndarë akoma veçmas pas vendimit Kasit? Patjetër që janë ndarë akoma veçmas sepse Partia Demokratike i konteston ato vota dhe numëruesit tanë i kanë përcjell për shqyrtim të mëtejshëm në KZAZ-n e diasporës. Okej, më thuaj pak, kush është problemi që ju keni me këto vota, Franc? Problemi që kemi ne me ato vota është mjaft i qartë, Marcela. Ka dyshime që aty nga ato vota kanë ardhur tufa, në kuptimin figurativ. Sepse në fillim viti nga 1.000 dhe nga 1.500 çdo ditë, dhe 4x4 kanë ardhur nga 6.000 mesatarisht. Nga 6.000 dhe nga fundit. Ndërkohë që nga Italia, që ishte numër 1, kanë ardhur vetëm 1.500. Kjo janë thjesht indicje. Faktet dhe ato që na kanë ardhur nga strukturat tona atje dhe nga qytetarët
thjesht, që kanë dëshmuar, kanë deklaruar, nuk kanë marrë votën personalisht. Që kanë parë, kanë hedhur foto, kanë hedhur rrugëve. Keni të dokumentuara foto, shkresa? Po, i kemi depozituar. Po, i keni depozituar provat. Kemi pafund dëshmi me qindra dëshmi që na kanë ardhur tek Partia Demokratike për qytetarë që thonë që i kanë parë individ që në Greqi jo një vot apo dy, po disa në sasi të mëdha, apo i kanë parë të hedhura nëpër parqe, apo të shpërndara nëpër pika bastesh. Pra, nuk është respektuar protokolli, nuk është respektuar kontrata, duhet të shpërndajë vota nga DHL-ja në dorë tek dera e çdo qytetari. Duhet dorëzuar zarfi në mënyrë individuale, kundrejt në shkrim. Ju e dini, atë gjithë kemi përdorur postën në Shqipëri për një dërgesë të thjeshtë rekomande. Vjen postieri dhe të jep diçka për të firmosur, që e morën dorëzim. Ne këtë do kërkojmë dhe kemi kërkuar ma Greqin, nuk ka si përgjigje nga këta. Duam fotokopë të dokumentave që vërtetohet që zarfi është dorëzuar gjithë atyre personave që janë regjistruar në platformën e regjistrimit, pra në PER, që të vërtetohet që i ka shkuar atit që regjistruar në diasporë. Okej, dhe gjithë ky si proces mund të marrë afat kohor deri në sa? Që ne nuk mund të kemi votat e diasporës të numëruara totalisht? Këtë nuk e dim sa mund të marri. Ne kemi 10 ditë që kërkojmë KSZ-s dhe zoti Celibashi na është përgjigjur 2 rrethta duke thënë që ja kanë kërkuar DHL operatorit postar dhe po presim përgjigjen e DHL-s tashmë. Pra, është diçka që nëse nuk vërtetohet përmbushja e kriterit ligjor që çdo qytetar shqiptar ta ketë marrë personalisht e vënë në dyshim gjithë procesin, jo vetëm Greqi, por në gjithë diasporën. Bëhet fjalë për 190.000 vota. Ato nuk mund të hidhen nëse nuk vërtetohet që ato janë dhënë personalisht atit që është në PER, ato vota nuk mund të konsiderohen të lehtë. Ka një paradoks tani, një sekond, Franc, më lejo të ndjek pak logjikën. Këtë kërkesë ju e keni bërë publikisht nuk e di se sa kohë përpara, por votat kanë ardhur në një cikël kohor shumë të gjatë, deri në orën 9-7 që bëhej mbyllja e votimit. Pra ka pasur një cikël të gjatë kohor të ardhjes së votave. Ju pse nuk e keni kontestuar më përpara këtë gjë, të bënit kërkesat zyrtarisht edhe provat i bënit publikisht përpara kësaj date në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, nëse e keni bërë në një datë më parshme? Apo kur u hapa kutit dhe u kuptua trendi? Këtë dua të them. Jo, në datë 18 prill, mund ta rigjej kërkesën dhe gazetarëve tuaj zakonisht, në 18 prill kam çuar shkresën e parë, me prova dhe indicet e para në KQZ, ku i kam kërkuar zotit Celibashi ta rikthejë në shinat e ligjshmërisë procesin e diasporës. Pra e keni dokumentuar më herët, okej, shumë mirë. Kërkesa tjera me prova, me fakte, me indicje, dhe pastaj kur morëm shkallë, që pam tren normal, vetëm me zonjën Topalli unë kam dalë në 4 konferenca shtypi javën e kaluar, para zgjedhjeve. Ne kemi kërkuar informacione dhe dokumenta nga KQZ-ja, prova, dhe kërkojmë rikthimin në ligjshmëritë të procesit. Në rregull. Nuk e kemi bërë buroni, po dhe mund të siguroj që Noka dhe eksponentë tjerë të Partisë Demokratike kanë depozituar në KQZ me paktën 7 apo 8 vetëm për Greqinë, nuk po flas për shtetet e tjera. Okej, e kuptova mirë. Lutem edhe një detaj tjetër për atë kërkesë që patëm mund si ta shohim edhe në ekranin e Report TV, për çfarë ju duhen këto kamerat e KZAZ-s numër 40, më duket ishte në Tiranë, që ju duhen të vjenë në mënyrë urgjente, mund na jepni pak detaje? Njësia numër 9 në Tiranë ku pati numërim në drejt dhe besoj gjithë mediat e kanë transmetuar konfliktet që ndodhen aty për shkak dhe dua të kuptoj që po në njësi 9 të t'jap një lajm të fundit kanë shpallur fitoren socialiste sepse sapo ka përfunduar. Po, dhe prandaj ne kërkojmë kamerat e qendrës votimit për të parë dhe për të mbajtur provë se çfarë ka ndodhur gjatë votimit në këto 6 qendra ku sot gjatë numërimit u konstatuan fletë të palosura në mënyrë identike në një kuti. Që do të thotë që nuk janë bërë nga qytetarë të ndryshëm, po janë bërë nga 1 apo 2 duar. Pra janë të palosur në mënyrë identike, duke sikur janë futur aty. Dyshimet tona janë përbushje kutish, ta themi hapur, ta themi shqip, ta themi popullorçe, si thënë qytetarët, te kjo qendër votimi dhe nga ana tjetër kishte flet votimi me ngjyrë ndryshe. Pra ngjyra dallonte, nuk ishte ngjyrë qytetare. Ka vjedha groni votat. E kuptova. Prandaj, pasi dhe gjitha të debate me zotin Shejaj që mediat e kanë transmetuar. Po, e kanë transmetuar dhe neve gjatë gjithë kohës. Është qesharake më. Okej, mirë, të falenderoj. Po. Të falenderoj shumë për këtë detaje që përcolle, ishte kënaqësi.
Faleminderit. Mirë, me qenë se folëm për njësinë 9, shohim edhe me një lidhje të drejtë për drejtë se çfarë ndodh. Kemi kolegen Daniela Maloku në lidhje të drejtë për drejtë për të na treguar atje socialistët kanë ndezur fishek zjarret në mos gaboj të festës. Daniela, çfarë po ndodh atje? Çfarë atmosfere na përcjell? Është mbyllur më në fund votimi në këtë qendër kaq të kontestuar me votat. Marcela, sa po ka përfunduar procesi I numërimit edhe në njësinë 9 në kryeqytet, aty ku Partia Socialiste ka një përsi prej afro 2600 votash krahasuar me Partinë Demokratike, sa I takon votave për partitë. Është pritur me brorima dhe duartrokitje nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste, vëzhguesit e saj, të cilët ishin prezent deri në momentin e numërimit edhe të fletës së fundit të votimit, teksa e deleguara e Partisë Socialiste në këtë zonë, por edhe një herë është drejtuesja politike e Partisë Socialiste Ogerta Manastirliu, po themi festoi bashkë me përfaqësuesit socialist fitoren edhe në këtë njësi administrative, sikurse mund ta shohim edhe nga pamjet që ofron edhe operatori ynë tashmë, përfaqësuesit e Partisë Socialiste po largohen, ndërsa do duhet që të bëhen disa mbase, disa minuta ose edhe disa orë pushim derisa të rikthehen sërish për procesin e dytë të numërimit, që është numërimi për votat preferenciale për kandidatët. E qartë. Mirë, Daniela, të falenderoj për gjitha këto detaje të reja që përcollen nga njësia numër 9. Do të kemi dhe atje sy e vesh për të kuptuar kush janë të preferuarit e Tiranës, sepse do të përledhe atje një numër të konsiderueshëm votash. Mirë, kthehen sërish në studio me vëmendjen tek Alesia për të kuptuar në fakt vjueshmërinë e Partisë Demokratike duke marrë parasysh datën 16 maj, datë kur gjithë liderët europian do t'jenë në Tiranë. Zoti Berisha, jo për të folur për zgjedhjet apo për të festuar apo për të reflektuar, por një datë proteste pikërisht në ditën kur do të vinë liderët europian. Dhe nëse të kujtohet, edhe 6 dhjetori 2022 në mos gaboj ka qenë, kur edhe ishte edhe shfaqja me grushtin e shëmtuar. Është shumë e turpshme që shteti shqiptar do japi këtë lloj mesazhi në një ditë e cila duhet ishte një ditë e përshëndetur nga të gjitha palët, dhe të ishte një ditë. Jo, vetëm një saktësim, jo shteti shqiptar, por opozita. Po pra, shteti shqiptar është ndërmjet opozitës jep një figurë Zoti Rama po bën PR-in më të mundshëm për të treguar opozitës, po I drejtohem në këtë rast. Zoti Rama është ai që do t'i mirëpresë dhe po bën organizimin në aq informacione sa ka mund. Po thoja që shteti shqiptar në këtë rast duhet t'japi për interesat personal të një personi që është Sali Berisha dhe berishistët, se janë një grup I vogël, cilët duan të ruajnë interesin personal dhe familjar të Sali Berishës, japi një figurë të shëmtuar dhe të shtetit shqiptar për BE-n. Sepse janë të paaftë, pranojnë humbjen, janë të paaftë, të lëshojnë karriken dhe janë të paaftë, japin në Shqipërisë dhe shqiptarëve një opsion të ri për të qeverisur, për t'i dhënë një opozitë të re, për t'i dhënë një frymë të re, sepse I vetmi që nuk duhet sënuar është Sali Berisha, I vetmi që nuk duhet kundërshtuar është Sali Berisha, dhe I vetmi që duhet ruaj interesat e shtëpisë vet është po Sali Berisha. Dhe për këtë duhet sakrifikohet gjithë demokratët, e gjithë opozita. Kjo është fryma që keni pasur në PD përpara zgjedhjeve apo është në tërësi? Ju po ta shpjegoj unë. Fryma që pata unë personalisht, me që isha personi vetëm që guxova bashkë me zotin Sula për hir të vërtetës, që e përshëndes, që guxuam thonim të vërtetën. Dhe në moment që ne morëm guximin, të dilnim kundra leadershipit partisë dhe nuk ecëm të verbër mbas leadershipit partisë, ne u bëm armik për gjithë partinë. Tani, kjo ndodh rëndom për ata të cilët... Kjo ndodh rëndom për shumicën e... Ndodh rëndom që të gjuheni
sepse kur dilni nga rreshti, se kur janë të gjithë në rresht, kjo është politika që ka ndjekur shumë syresh në 30 e disa vite. Pra, kur jeni në të gjithë në njëjtën vark, nuk ka probleme. Tani duhet të kuptoj pse ti dole nga varka, ku ishe me PD-n edhe me zotin Berisha, për të treguar një anë tjetër, se çfarë ndodh në vark. Realisht për ta treguar këtë gjë. Okej, patjetër, dhe unë me kam darë shumë herë me publikun, ndoshta juve nuk më keni ndjekur. Kur ka humbur zot publik të ri që mund ta ndjekim me kur ka pa diskutim dhe unë po e ripërsëris atere, kur ka qenë zoti Basha dhe humbi zgjedhjet, unë isha kundra leadershipit që zgjidhte vetë deputetët. Dhe kërkoja garë, kërkoja meritokraci, dhe ndoqja Berishën me shpresën se premtoi bashkimin e demokratëve, nuk e bëri bashkimin me Bashën, Shehajn, Enkeleda Liben, po e bëri me zotin Idrizi, me Dulen dhe me Metën. Bëri diçka tjetër. Premtoi meritokraci, premtoi garë, hym primare, zoti Darsula, rasti konkret, qarkut Elbasanit, ula jashtë primareve. Zoti Hoti në Shkodër hyri pa shumë pjesëfare primareve, i dyti në qarkun e Shkodrës. Zoti Hyseni, i cili doli i pari në Zonja Tabaku, Zoti Hyseni doli i pari në qarkun Tiranë. Fjala bie, doli më i votuar dhe se Zonja Tabaku dhe se doktori. Por u lan jashtë të tre sepse do hynte Fariballiu, djali. Tani, duke parë gjithë këtë histori, unë Bashën prandaj e kundërshtova dhe prandaj të ndoshja në çdo foltore nga Shkodra në Kukës. Dhe kur e pash që bëret njëjtën gjë që bëri Lulzim Basha, unë nuk gjeja më vetveten aty. Dhe pa diskutim që unë do flisja. Do flisja sepse kisha një dinjitet, dhe dinjiteti është personal, nuk është i përgjithshëm. Për dinjitetin tim unë dola në publik, thash disa të vërteta, këto të vërteta nuk i pëlqyen. Unë thash Elbasani nuk ka listë përfaqësuese. Ke pasur kosto për të vërteta? Pa diskutim që kam pasur shumë kosto. Kam pasur kosto dhe në fyerje personale, por pak rëndë se ka, unë e kisha detyrë morale për gjithë individët që kishin besuar tek unë, dhe që dola një ndër tre gratë më të votuara në primaret e Elbasanit, që të thoja të vërtetën dhe t'jepja një mesazh për të thënë, doktor, dhe ja kam thënë Berishës në zyrë, ti do humbësh 11 maj. Dhe mua më thanë gjithë që e nxituar, për datën 12, dhe u zgjuam, erdhi data 12 dhe doli rezultati 10-4 për qarkun Elbasan, a sa e kisha parashikuar unë. Dhe koha mua më dha të drejtë. Dhe sot koha prapë sot do m'japi të drejtë për të thënë që pa ikur Sali Berisha nga Partia Demokratike, Flamur Noka, Albana Vokshi, fytyrat më të rryera për Shqipërinë nuk ndodh të rotacion. Rama fiton mandatin e 5, të 6 edhe kështu me radhë. Pse? Sepse këto individ nuk i do populli shqiptar, jo sepse nuk i dua unë, nuk kanë që ofrojnë më. Tani një sekond, nuk kam një pyetje që ja kam bërë dhe disa prej të ftuarve që kisha sot për një lloj analize. Kur zoti Berisha ishte në arrest shtëpie, kur zoti Berisha ka treguar edhe në zgjedhjet të mëparshme, atë pjesën e 30% që e ka me vete. Tani, unë dua të di, edhe nga informacionet që ti ke. Më falë, po luftonim në garë për 30% që ne, se në 30% që ne kishim. Këtë duat të them, 30% që ne kishim. A janë votat vetëm të Sali Berishës, apo kolegët tuaj nuk kanë bërë asnjë përçapje për të marrë vota, sepse listat ishin zëna. Ata që ishin primare dolën jashtë, u futën besnikët. Sigurisht. Në këtë mënyrë, prandesh ma të shëtha, kjo ndikoj dhe në opinion publik. Ti mendon që shqiptarët nuk e lexuan, sepse shteti shqiptar i gjithë, populli shqiptar, kur shikon që ky thot gjë tjetër, bën gjë tjetër, nuk të voton. Kur shikon që gjatë fushatës elektorale ty të ndodhin 5 raste dhune në çdo qark, imagjino çfarë mund të bënin këto me zëjmë pushtet. Mos mendo ti se ky mesazh nuk jepet dhe nuk lexohet. Pushtet kanë qenë, edhe disa nga rastet më të rënda me që ka pasur dhe viktima janë shënuar. Po pa tjetër pa janë shënuar. Dhe një ndër diskutimet më të forta që e pati dhe zoti Rama, një ditë para zgjedhjeve ka qenë në një televizion, nuk e di mos gabuja në Top Channel a në TV Klan, se nuk dua ta saksoj për korrektësi, nuk e mbaj mend, është që tha që unë tha, kam garantuar të paktën tha që këtu të ketë drejtësisa. Kur ishte zoti Berisha, thoshte, u jepnin ofeza për ish prokurore në astyre kove, dhe a i këto e përdorte si diskurs, a i përdorte këtë si diskurs politik, dhe normalisht arrinte te populli, dhe kur populli këtë e lidh, kur shikon një deputet që rreth një shofer kamioni, kur shikon djalin e zotit Boçi që ushtron dhunë, kur shikon Xhelalin Dibër, kur shikon rastin tjetër në Lezhë, i kemë më shumë se një herë përsëritura. Me këtë ritëm duhet të zhbëhet i gjithë PD-ja. Po pra me këtë ritëm e zonjë duhet reformuar i gjithë PD-ja.
se as Xhelali, as Gjingjoni, që është... Gjingjoni ishte më i votuari, në thënë Po pra, po si ishte më i votuari? Po, më i parapëlqyeri i listës. Si mund tjetë një personazh i cili ka dal nga drejtësia si një korruptuar, të vjetë si alternativ për qeverisur. Ti mund të marrësh votat e elektoratit tatë dhe mund t'i blesh. Sepse kjo është e çuditshme të PD-ja, se më kalove bukur të rasti Gjingjonit. Në Lezhë votat nuk blihen. Votat blihen vetëm atje ku humbet Partia Demokratike. Se është për t'u habitur. Apo jo? Po, kemi vetëm tre se në Lezhë, Kukës dhe Shkodër këtu nuk ka ndodhur blerje, këtu nuk ka ndodhur vjedhje, këtu fitohet, aty ku PD-ja humbet, aty ka o vjedhje, o blerje, o manipulim, dhe është bërë një këngë e përsëritur dhe lodhshme për shqiptarët. Këto zgjedhje ishin zgjedhje për t'i thënë jo Sali Berishës, se sa ishin për t'i thënë po Parti Socialiste, unë e lexoj ndryshe. Jo Sali Berishës. Po, janë 1 milion shuplaka që ka marrë sërish për herë dytë po nga Edi Rama, sepse nuk është opsion. Partitë e vogla dhe ai mos të bëj fare protest. Në datën 16, nuk do të shkosh fare në protest. Të shkoj në protest. Më falë, po bën shaka tani, po. Jo, po marrë një përgjigje. Po mund të këtë se po bën shaka. Tani në protest do shkojnë besnikët e doktorit, ato që marrin para nga doktori, se aji 7-6 milion shi. Se ka dhe shpërndarje para për ta ndjekur në proteste? Po, besnikët e vetë kanë marrë, pa diskutim. 7-6 milion, për këto ka lek, për lasivitan ka lek, për kontratën e lobimit ka lek, për besnikët e vetë ka lek, sepse duhet kuptosh një gjë më i zëjmë. Për këta çdo gjë shkon mirë, për këta nuk ka asnjë problem kjo opozit. Për këta individ nuk ka asnjë problem që populli refuzon, sepse pasojat i paguajnë demokratët e thjeshtë, demokratët që kanë ngelë rrugëve, demokratët që janë pa punë, demokratët që ankohen dhe presin fitoren dhe mashtrohen. Kjo është e vërteta. Për këto individ, çdo gjë këto sigur janë pushtet. Kanë arrogancën të dalin kërcënojnë, kanë arrogancën të mbajnë peng një opozit, kanë arrogancën të jenë akoma në parlament dhe kur nuk janë të dëshirueshëm dhe nuk kanë votat e popullit. Dhe tani duan t'i mbivendosen edhe europianëve kur të vinë ta 16 që po vinë për një kauzë madhore, do thoja unë edhe këtu do bëjmë protestë sepse i teket i personit vetëm. E qartë. Jam shumë kurioze të di nëse do ketë pasur ndonjë klauzol në këtë kontratën e fushatës me La Civitas, që nëse do të humbasin të kthehet ndonjë para mbrapsht paktën në arkën e PD-s. Por këtë nuk e di tani realisht. Unë e kam thënë nëse ke ndonjë informacion, mund na e ndash. Unë e kam thënë çdo studio televizive, ai person ka qenë shumë korrekt. Ka ardhur këtu ka thënë unë jam lobist, që mund ta paguash dhe ti dhe unë, mjafton të kemi çekun me shumë zero. Dhe a i do vi të bëj fushatën. A i nuk ka gënjër, ka thënë unë këtu vi si lobus, nuk vi si pjesë administratës amerikane. Tani, fakti që Sali Berisha ka një njollë të zezë të Kemri Vetë dhe donte që të krijonte gjithë të zhurmë para zgjedhjeve për të disinformuar opinionin publik, jo do i ki sot, jo do i ki nesër në SBA, dhe mendonte dhe që duke ju hequr Nongrata do fitonte, por ne kam thënë dhe në studio tjera dhe Nongrata realisht ishte hequr nga Departamenti i Shtetit, jo nga lajmet e një gazitari që i ka paguar lasivitaja dhe i kanë staf, sepse zoti Marko nuk është administrata amerikane. Jo, është gazetar. Po, është një gazetar edhe një Nongratë kur merret duhet njoftohet prapë për heqjen ambasada amerikane që është në Tiranë. Pastaj jepet mesazhi për publikun që t'jetë institucionale dhe t'jetë serioze, dhe për vetë zotin Berisha, për opozitën, po dhe për Shqipërinë. Pra ti mendon që nuk do ketë një kalim të oqeanit? Po si unë jam avokate, se po më pyet për kthimin e parave dhe kur më kontaktoni juve për një çështje, unë them kaq e kam koston. Unë e kam kaq koston për të punuar për ju. Fitohet apo humbet çështja, jo të gjitha çështjet fitohen dhe jo të gjitha çështjet humbjen. Jeta ka dhe humbje dhe fitore, po kjo nuk ka të bëjë me kontratën e parapagimit që unë kam bërë me ju. Është e thjeshtë kjo pjesë, kështu funksionon gjithë botën. Të kërkoj ndjes vetëm pak minuta, sa të kemi një lidhje të drejt për drejt me Blendi Gonxhen, kandidatin e listës hapur të Partisë Socialiste, që në rezultatin e Vlorës doli më i votuari. Lutem regjia nëse e kam për t'i uruar mirëmbrëma. Blendi, mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se i bashkohesh maratonës zgjedhore. Di që jeni në shumë revansh të votave që fillojnë e numërohen, por dua të të uroj fillimisht suksese për votat e deri tanishme.
Faleminderit, po vetëm në Vorë. Çfarë do të thosh? Vetëm në Vorë, por do shohim se edhe në Tiranë kanë filluar të lëvizin diku rezultatet e para. Çfarë do të thotë të jesh ndër më të preferuarit e Vorës fillimisht? Pastaj do të shohim, do kemi mundësi të flasim edhe nëse do jesh përfundimisht edhe i Tiranës. Unë mendoj që është një avantazh i poshëm, që vjen vetëm për shkak të specifikës së votimit elektronik në Vorë dhe në njësinë që rezultatet e ka njësie i dalin më herë, dhe ideja këtij avantazh. Aste orët në vijim, trendi në vijim do normalizoj etjen dhe mendoj që do deri pas nesër për shkak të këtij sistemi që është gjithsesi i ngadalt, sistemi numërimit, pra procesi i numërimit i ngadalt, arkaik, i lodhshëm, që merr shumë kohë dhe shumë njerëz, do duhet presim 1-2 ditë që të kuptojmë trendin normal dhe t'i afrohemi një parashikimi. Për momentin është shumë herët për të parashikuar, e thash sepse rezultati është përcaktuar nga votimi. Patjetër, nga ajo çfarë ne kemi marrë elektronikisht, edhe pse me vonesë edhe atë rezultat, jo ashtu sikurse janë paguar parat nga takse paguesit shqiptar që të kemi mundësi të shohim në kohë reale. Megjithatë është përgjegjësi edhe avantazh, do thoja unë, dhe nëse mund na shpjegosh pak, na zbulosh pak nga sekretet e fushatës, me çfarë premtimesh i ke bërë qytetarëve të Tiranës që të kanë besuar dhe çfarë do t'ju realizosh atyre si, le të themi, një nga objektivet kryesore që ke. Shikoni, kjo nuk është një fushat të paket përkime. Është një bashkëbisedim kur qytetarëve dhe gjithë atyre që ne takojmë, u shpjegojmë, flasim, komunikojmë për një projekt në zhvillim, për një projekt në proces. Pra projekti Shqipëria 2030, edhe pse slogani në një farë mënyre të lë përshtypjen e një slogani elektoral, është në fakt një projekt konkret, real, i cili është i jetësuar tashmë dhe qytetarët e identifikojnë veten me të. Pra, po themi tregu i punës, investimet, puna që po bëjmë, pagat, gjithçka në kuptimin e reformimit të sistemit, shërbimet e përmirësuara, digitalizimi, inovacioni, asetet të cilat vijnë gjithmonë më shumë në përdorim me formula të reja për të gjeneruar ekonomi, edhe asetet publike, edhe asetet të tjera, qoftë ato apo asete tjera publike të cilat vijnë në përdorim të projekteve të ndryshme që sot janë edhe kulturore, edhe trashëgimisë, pra gjithë llojet e programeve të ndryshme, ne nuk i kemi sot një paket premtimesh, ato janë fakt një ecuri e një projekti që është projekti i qeverisjes që ne punojmë, si më thënë, para fushatës edhe gjatë fushatës, ajo që të bën më shumë, si më thënë, mirë, është projekt, është punon që ta përmirësosh në kuptimin e impaktit konkret që ajo ka në jetën e njerëzve, dhe fushata jonë është ndryshe, nuk është një fushat pra me premtime. Është një mbështetje në vijim që është dhe në këtë aspekt nuk është për të premtuar po themi bërë magji, po themi shkojmë pranë elektoratit për të bërë magji në kuptimin e banalizova, në kuptimin e një fushate që do të ishte vetëm me premtime dhe vetëm me gjëra që do vinë të ardhmen. Kështu që ne kemi shumë më kollaj. Edhe mbështetja, edhe qytetarëve jenë në mënyrë shumë pragmatiste, shumë logjike, shumë lehtë për të komunikuar shifrat e asaj që po bëjnë, ndikimin e tyre real në jetë. Natyrisht problematika, natyrisht që ka shumë kritika, ka dhe shumë ndjes. Mua më është dashur ta filloj me shumë ndjes në shumë prej çështjeve që më prekin në zonën ku unë isha i deleguar. Po një zonë ndryshon nga tjetër. Në rastin e Vorës, unë kam punuar në atë zonë, në 2019 kam qenë i deleguar në Bërxull, pastaj jam marrë me tërmetin, me pjesën e parë të valës së parë goditse pas tërmetit, kampet e ndryshme që sistemuan për banorët cilët nuk ishin ku të flinin, pastaj u morëm edhe me shumë projekte të cilat
në fillim ishin shpëtimi, pastaj ishin për rindërtimin, pastaj më pas kam qenë koordinator politik për Tiranën dhe për Vorën në zgjedhjet e vitit 2021. Pastaj vetë puna ime nganjëherë natyror aty tek Vora, tek kjo zonë. Megjithatë, me që jemi tek Vora, sot Blendi të ka quajtur zoti Berisha Blendi Xhabafta, për atë që ju ka cilësuar si të parin e listës me dy fishin e votave të dytit të renditur në listë. Kjo përmes ndikimit të bandave. Nëse keni një përgjigje për t'i treguar në fakt edhe elektoratit qëndrimin tuaj lidhur me këto akuza. Mua më vjen shumë keq jo për personin në fjalë, sepse personi në fjalë njihet që i lejon gojës vetë çdo gjë, edhe nuk njeh asnjë limit, por më vjen keq për zonën, për respektin e munguar nga ana e kreut të PD-s për gjithë Bashkinë e Vorës. Unë i kam bërë gjitha takimet politike, janë gjitha të pasqyruar në rrjetet sociale. Nuk kam bërë sekret dhe as një takim të cilin ta mbuloj apo ta fshe. Janë takime me qindra njerëz, me mijë njerëz, janë takime në disa fonde, në të gjitha fshat, qendrat, në të gjitha njësitë administrative që ka Bashkia e Vorës. Unë kam një lidhje, siç e thash, pune të gjatë në vit. Një pjesë e mirë e jetës time në 4-5 vitet e drejtimit të DBSHDR-s. Lokalizuar në atë zonë, po. Kashari, Vora. Në Prezë kemi shërbimet, në Kashar kemi të rajonale. Një pjesë e mirë e punojësve të asaj zone, familjet e tyre, e njohin mirë çfarë revolucioni është bërë në transporti rrugor, dhe ai revolucion ka të bëjë me kushte, trajtim, njerëz, të cilët e vlerësojnë punën që është bërë njerëz dhe familje, nuk mund të jenë të banda kriminale. Ata që kam takuar i keni në fotografit në rrjetet e mia. Mjafton një shpetim hipotekave të mia për të parë portretet e atyre sallave dhe e kupton shumë mirë që nuk e të bësh me banda, po ç'ti bësh në këtë rast kënetës që gjuhën e vetme që njeh është llumi, balta, edhe megjithatë jam i bindur që qytetarët e Vorës e neverit këtë gjuhë dhe besoj që dhe prandaj dhe humbja e tyre kaq evidente, kaq e fort në gjithë vendin, në Vorë. Mirë, edhe dy pyetje të fundit lutem, më mirë në listë hapur apo në listë mbyllur, dhe me kënga kolegët socialistë kishit garën më të fortë, le të themi, për listat parapëlqyese. Dhe keni marrë ndonjë feedback nga Rama? Deri tani jeni emri më i lakuar që ka qarkulluar edhe në media për pëlqyeshmërinë. Po unë jam munduar të jem vetvetja, siç jam në ndërtim, nuk jam shumë i zoti për tapetin e kuq. Këtë edhe kryeministri e kam thënë edhe ditën që jam bërë ministër, që nuk jam tipi i ceremonialit, i pjesës tapetit kuq, i paneleve shkëlqyese, nuk e kam, nuk është natyrën time. Jam një administrator, jam një person që ditë menaxhoj, mendoj që në vitet e mia jam shumë ju quajnë edhe një makineri votash, një ekspert për të mbledhur vota në jo vetëm Tiranë, por edhe më gjerë se sa kaq. Kam organizuar shumë fushata në jetë prej shumë vitesh, unë kam 35 vjet që jam në jetën aktive politike, publike. Hera para më edhe normale, sepse kam qenë një kandidat, por kam qenë në anti-zgjedhje, që nëse qartë, kështu që unë nuk është se ka një komunikim në orë pas orë e kryeministrit, sepse ne jemi gjithë në punë, duhet të bëjmë një mesazh urimi, fare. Po jo, nuk është, kjo është detyra jonë, nuk është të mund të parë mesazhin e urimit. Detyra gjithëve ishte të dalin të parët edhe të parapëlqyer, atëherë lista do ishte Tirana me 37. Mesazhi urimi i kemi dhënë sot, mesazh falënderimi kombinatit, si që më mirë nga gjithë njësitë urbane, nga 14 njësitë urbane, që janë njësitë me densinë të madhe të popullsisë, dhe detyra ime është kjo, bilanci do bëhet në fund, natyrisht do kemi analiza, do shohim pjesëmarrjen, do shohim sa pjesë e rënies pjesëmarrjes ishte bojkoti i PD-s dhe sa është punë më shumë për ne për ta bërë më mirë në e tjerë. Mirë, falenderoj shumë Goxhe që ishe dhe gjithë kohë në këtë revansh të madh të numërimit të votave për maratonën zgjedhore në Report TV. Ishte kënaqësi, suksese. Faleminderit juve.
Mirë, përpara se ta mbyll me Alesjen, shohim edhe një urim që i ka ardhur kryeministrit Edi Rama nga kryeministri i Kroacisë, urim me kryeministrit Edi Rama në fitoren e zgjedhjeve, pres me padurim forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalshe dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm brenda NATO-s dhe forume të tjera ndërkombëtare. Mezi pres të marrë pjesë në samitin e EPC-s në Tiranë të premten kryeministri Andrej Plenković. Kjo është edhe fotoja e urimit postuar nga kryeministri kroat, ndërkohë Alesja me limitet e kohës, më thuaj pak çfarë pritshmërish ke pas këtyre zgjedhjeve? Unë rreth parë do të thoya edhe diçka tjetër, që mendoj që ky është fundi i një epoke berishiane në Partinë Demokratike. Mendon që ka ardhur ajo ditë? Ose në rast të kundërt, nëse nuk ndodh, Berisha pa diskutim do fundosi dhe Partinë Demokratike. Ka ardhur koha pa diskutim për një alternativë të re, për një kartë të re politike, morale, qytetare, të panjollosur nga pazaret, nga shpifjet, por mbi të gjitha, e cila këto atribute, Partia Demokratike që është sot me Berishën nuk i ka. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që po them. Duhet me pa tjetër reformimi, duhet me pa tjetër dhe pa diskutim. Mendoj që do duheshe një reflektimi parë dhe pa tjetër edhe reagimi. Nëse Berisha qëndron, fundoset dhe PD-ja për vazhdimsinë time politike, pa diskutim që do jem prezente në politikë, nuk do jem prezente për sa kohë tjetër Sali Berisha në Partinë Demokratike, dhe kjo është e pa negociueshme. Në këtë pikë jam dakord me kolegun Sula, jo udhët, janë të ndara idealet, janë të ndara vizione. Vizioni im është bëj diçka të mirë për vendin tim, nuk është mbroj interesin e familjes time. Okej, falenderoj shumë Alesja që ishe në maratonin zgjedhore. Kënaqësi. Mirë, faleminderit dhe juve të nderuar teleshikues që qëndruat me ne, patjetër në përfundim të këtyre 3 ditëve të maratonit zgjedhore që kanë qenë non-stop pas një pushim në Report TV, dua të bëj një falënderim për gjithë stafin redaksional, për gjithë punonjësit e televizionit dhe veçanërisht për gjithë korrespondentët që kanë qenë ditë dhe net pa gjumë për transmetuar në kohë reale të gjitha kutitë që nga votimi deri tek numërimi dhe që maratona zgjedhore do të vijojë edhe për gjatë mbrëmjes së sotme. Faleminderit që zgjodhët Report TV.